Zoti kryetar, unë kuptoj që ky parlament nuk e ka me shumë dëshirë llogaridhënie, nuk e ka me shumë dëshirë mocionet me debat, interpellancat, komisionet hetimore, padyshim që doni ta mbyllni këtë parlament si një drejtori dhe ministri më shumë të kësaj qeverie, por zoti kryetar, sipas neni 96-97 të rregullores, interpellancat janë një e drejtë ekskluzive e deputetit. Ajo që po bëni ju, duke bashkuar interpellancat për një çështje madhore, ky parlament duhet flasi për shëndetësinë nga mëngjesi në darkë. Ministria duhet vi këtu në çdo seancë. Kam 3 muaj që kam kërkuar interpellancë për onkologjikun, për mungesën e barnave, për mungesën e poltronave në onkologjik, që marrin kimioterapin karrige, dhe sot vini e thoni që 3 interpellancat e 3 deputetëve të bashkohen në mënyrë antiligjore, antikushtetuese. Patjetër, mund bëjmë interpellancat në seanca të ndara. Pse nuk i ndani seanca para ato interpellanca? Çdo deputet të bëjë një interpellancë çdo seancë, me që ministria ka shumë punë. Atëherë ta ndajmë, po jo të bashkoni interpellancat. Dhe pse e bëni këtë? E bëni që këtu mos jepet llogari. E bëni që t'i shmangeni çdo lloj transparence, çdo lloj mundësie për dhënë llogari për çështje etike. Nuk bëjnë analiza qytetarët shqiptar, kryetar, pas datës 20. Po usmure me datë 25, Zoti qoftë me ty.